Thot Kulthumi, veç 3 pun ka toleru pejgamberi selam prej rrenës. Krejt tjetrat rrena janë të shëmtuara. Cilat janë ato 3 rrena? Tha pejgamberi selam ka toleru me rrejt njeri kur do me pajtu dikan me dikan. Apo me pajtu dikan me dikan. Qysh kanë thonë djetarët, kanë thonë i thu filanit që a përla me filanin. O filan, njerit dojke, të respektojke, folke fjallë mira për tyje. A i ndoshta nuk i ka bo kejt ato, po ti me qëllim për me pajtue. Qka tha me samë, që ki nuk ka rënacak. Edhe nësë shashtu kalzu ki vi për vije, a i ka mundësi një gërëm të kajrit ja ka thonë, ki ja ka shkujt një vëllim. Pse vetëm ti pajtoje. Kjo është e para ku ka toleru. E dyta ka thonë pejgamberi sa ka toleru kur të fole burri me grujen, mos me kallzu se erë drejt. Ose kur me evladin, s'kallzon se erë drejt. Pse? Nëse ti u kallzon evladve tu, cëllin e do sa e do, ti hin konflikt me ta. Ti hin konflikt me ta dhe ata hin konflikt në mes veti. Në momentin që ka e vërejtën bite Jakubit, bite Israelit, se Jusufin baba e do ma shumë, çka banën? A thë nani, shka lidhe, baba pse e do këta ma shumë, shka lidhe. Kryesora kitë drejta tu na trajtue. A njëti u ka dhonë me angë buk, njëti ka ushi, njëti ka vesh mbath, njëti ka trajtu me drejtësi. Ama kur e panë se zemra Jakubit janon pak ka Jusufi, e murën Jusufi në gjytë në bunar. Për këtë arsye, qka du të me bëhe? Edhe psa jo, i ka mujtë kaderi, ka pas me ndodha jo në gjarje për me met një histori. Mirë, po pejgamberi sa shka në ka thonë? Ka thonë, jo se herë me kallzu drejt. Jo se herë me kallzu drejt. Për këtë arsye, edhe e treta ka thonë kur të flet gruja me burrin e vet. Me burrin e vet. Jo çdo sen kallzohet. Jo çdo sen i rrofehet. Qoftë ajo e drejt. Shkon e kallzon detalin e detalit. Ai e ka të ngarkuar me kryen me detale. Edhe detalet e tua, çka do të më bëhe? Infrak. Për këtë arsye çka do të them, nuk ka rënacak çka i pajton njerëzit. S'është rënacak, pse? Sepse pajtimi mes njerëzve është qëllim sheriatik. Para pajtimit të ndëruar që marlit, qka pritet? Kur ti si pajton dikan, qka pritet? Veç mu vra njërësit. Po kur ti nuk i pajton, qka është e ardhmja? Pa tjetër është mi pajtu njërësit. Pa tjetër është, për këtë se tha, shiko, sheriati nuk toleron gjëra të mëdhoja, por për më të mëdhoja. Nuk ta hek ti e sheriati një gjuna vetë se i te bani diçka më të madhe. Kallzon të ndëruar që marli një njëri që s'kallzon drejt. A ka ajete dhe hadithe më të randuse se kundratina? Lexoje këtë Kur'ani dhe këtë hadithet me mësram. Nuk gjen ma keq se për rënacakin. S'ka ma keq. Rënacaki gëzon prej kërcënimit kur'anor që nuk zon kurkush. Andaj do t'i bën Qayyim el-Jauziyja, kish shirku dhe kufri ka dalë për rrenës. Tu rrejt kanë shpik fe, të rreme. Mirë po, pse ka toleru që tu? Pse i ka thonë sheriati që ti si jerë në cak? Pse? Se do me pajtu. Pra, për pajtim i ka thonë, ani, shtona i fjallë, për të mirë. A kur ka thonë për të keq, ka thonë, mos kallzo drejt. Mos kallzo drejt. Andaj pejgamberi sa më çka bani do a tha, o Zot, unë tha me familjet e mia jam i drejt, ama mos u merr llogari për zemrën time, se normal se zemra anon dika që do njëherë s'munësh me e kontrollue. Dikur anon ka një evlad ma shumë se një evlad. Anon dikun dë njëherë ka një dost ma shumë se një dost. Ama i drejt, i sjellë që mbanu me ketë. I sjellë që mbanu me ketë.